Qumshtoria HIT 73 Kamjan, si ndërmarrje është themeluar në vitin 1994, si qumshtore ka filluar në vitin 1998. Me kalimin e viteve, qumshtoria HIT 73 është zhvilluar në kontinuitet duke zgjeruar kapacitetin e saj. Pronari i qumshtores HIT 73, zotëri Sadri Hajdari, rrëfen për sakrificat dhe angazhimet e tij gjatë 12 viteve të funksionimit të qumshtores, duke theksuar se aty punojnë 45 punëtor të profileve të ndryshme në hapësirë 1000 m2 dhe 1200 m2 të tjera në ndërtim. Ai theksoi se deri më tani nuk ka shfrytzuar kredi për shkak të kamatave të larta që ofrojnë bankat e vendit. Qumshtoria HIT 73 me teknologji moderne bën prodhimin e djathit të butë, të fortë dhe djathit të bardhë, kashkavallit dhe gjizës. Çdo ditë nga kooperantët e tyre grumbullojnë 20.000 litra qumësht, edhe pse kapaciteti i qumshtores është 40.000 litra në ditë. Në njëre nga repartet e prodhimit të qumshtores HIT 73 takuam përgjegjësin për prodhim, zotin Dalip Sediu. Dalip, mund të na thoni se si shkon prodhimi, jeni të kënaqur me teknologjinë e cila është instaluar në qumshtoren HIT 73 dhe cila është cilësia e prodhimeve të cilat ju i prodhon? Qumshtoria HIT 73 prodhon një kapacitet prej 20 ton qumsht në ditë, dhe prioriteti i qumshtores HIT 73 është kvaliteti dhe cilësia. Edhe këtë mund ta dëshmojmë në secilën shitore që ekziston në Maqedoni. Mund të na thoni se cilat janë llojet e prodhimeve dhe duke marrë parasysh se ju keni të implementuar edhe HACCP sistemin, sa kjo është një prioritet për HIT 73? Llojet e prodhimit të qumshtores HIT 73 janë 3 lloj. Djathi i bardhë, djathi i fortë dhe kachkavalli dhe gjiza. Ne jemi të implementuar HACCP sistemin dhe jemi të kënaqur sepse kjo është prioriteti i secilës firmë prodhuese që ekziston në Maqedoni. Po ashtu jemi në implementim të ISO 20000 dhe shpresojmë në eksportin e prodhimeve tona jashtë Maqedonisë. Mendoni që të zgjeroni edhe paletën e prodhimeve tuaja, pasi që kuptuam që tani është në ndërtim edhe një pjesë tjetër e një reparti të ri me një teknologji të re e cila është në prapavi të kësaj bisede që po bëjmë ne? Po, mendojmë në artikull të ri dhe sipas nevojës të konsumatorës, për arsye se konsumatori është prioritet në qumshtoren HIT 73. Sipas nevojës do të implementojmë produkte të reja. Procesi i prodhimit të djathit dhe kachkavallit kalon nëpër disa faza, çdo njëra me afate të caktuara kohore që garantojnë pjekjen e djathit dhe kachkavallit dhe përgatitjen e tyre për plasim në treg të paketuara në sasi dhe ambalazhe të ndryshme, sipas ISO standardit 22000. Qumshtoria HIT 73 ka të implementuar edhe HACCP sistemin. Jemi në repartin e qumshtores HIT 73, repart në cilin bëhet prodhimi i djathit të bardhë të sharit. Ky lloj djathi e ka burimin prej malit sharit, domethënë, kurse këtu përpunohet në mënyrë industriale. Në për këto vaska, në cilët i shihni,
dështë tani për momentin duke u bërë pune e parë e këtij produkti, sapo është në piksur, do me thonë para disa minutave qumshti, tani presim edhe për një kohë, cilët do të vazhdoj pune e më të qeshme e këtij produkti. Do me thonë, ky produkt do të qëndroj këtu për disa orë, derisa të bëhet, do me thonë, përpunimi i dorës së parë, pastaj mbledhja, presimi i dytë, e deri në prerjen e materialit, kryposjen dhe vendosjen në për këto kanta në cilët sapo i shihni. Në këto kanta do të qëndrojnë në për këtë temperaturë, kjo temperaturë është 20 gradë Celsius, pavarësisht temperaturë dhome, do të qëndroj 2 deri 3 ditë, pastaj do të vendoset në një repart tjetër, repart i quajtur para komohë. Në atë repart do të qëndrojnë në një temperaturë pak më të ulët, derisa materiali të arrijë pjekurinë e tij të nevojshme. Pastaj nga i repart do të vendoset në repart tjetër, i quajtur komor, në cilën komor temperatura e tij është 6 gradë Celsius dhe aty do të qëndrojë deri në 90 ditë. Do me thënë të bëhet pjekuria absolute apo e mjaftueshme e produktit që pastaj të nxirret në shitje. Do me thënë për momentin jemi në prodhimin e dorës parë të djathit të bardhë Sharit. Përgjithësit e kësaj qumshtore shpresojnë që të fitojnë beneficione nga IPART programi, i cili do t'ju mundsoj zgjerimin e kapacitetit dhe rritjen e numrit të punëtorëve. Qumshtoria HIT 73 me vetura speciale furnizon të gjitha qytetet në Republikën e Maqedonisë, duke furnizuar të gjitha marketet e posaçërisht zinxhirin e kam marketeve, ndërkaq me hapjen e repartit të RIT OP të krijohen kushte për eksport të produkteve të tyre në Kosovë, Shqipëri dhe shtete të tjera. Qumshtoria HIT 73, prodhimet e saj i ka ekspozuar edhe në panairin e Shkupit dhe panajre të tjera, më të vogla të organizuara në Maqedoni. Bashkëpunimi i mirë me kooperantët, zgjerimi i kapacitetit prodhues, jep garancë se së shpejti kjo qumshtore me djathin dhe kaçkavallin e saj do të jetë prezent në tryezat e çdo shtëpie në Republikën e Maqedonisë dhe jashtë saj. Prezentuam sot qumshtoren HIT 73 nga fshati Kamjan. Pam këtu se punojnë afër 50 punëtor, do me thënë 50 familje të cilët ushqehen nga kjo fabrikë. Gjithashtu edhe 1000 kooperantë të cilët bashkëpunojnë me qumshtoren HIT 73. Një qumshtore shumë e suksesshme, e cila ka probleme që i kanë të gjitha ndërmarrjet tjera në Republikën e Maqedonisë, por që deri më tani punon me sukses dhe prodhimet e saj i plason në tregun e Republikës së Maqedonisë. Me hapjen e repartit të ri, siç na treguan udhëhecit e kësaj ndërmarrje, sigurisht se do të plotëson edhe kushtet e tjera për plasim të prodhimeve të tyre edhe në shtetet të ndryshme të Europës juglindore me prioritet të posaçëm Kosovë dhe Shqipëri.